Turi ciklistik i Shqipërisë 2026 ka përfunduar sot me etapën e 5 të fundit. Sipas itinerarit të përpiluar nga Federata Shqiptare e Ciklizmit, etapa e 5 nisi në Vlorë dhe përfundoi në Fier, ku është kurorzuar dhe fituesi i këtij edicioni të 83. Policia rrugore e Fierit njoftoi bllokime të përkohshme në disa akse rrugore nga ora 10 deri në orën 13:15, duke kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Me një itinerar prej 121.3 kilometrash, etapa ishte mjaft emocionuese dhe me shpirt luftarak gare nga ciklistët e 18 ekipeve pjesëmarrëse. Pas rreth 3 orësh garë, i pari në finish mbërriti 22 vjeçari Gabriele De Fabric, përfaqësues i ekipit kombëtar shqiptar, i cili la pas grekun Georgios Bouglas, ndërsa në vendin e tretë u rëndit rumuni Alin Toader. Pas garës, vetë fituesi u shpreh se gara ishte emocionuese dhe se luftoi përgjatë gjithë kohës. È stato un giro difficile, non sono stato bene tutto il giro. Gjithë giron nga të kësaj gjiro që ka bërë, ka qenë shumë, nuk ka qenë dhe shumë mirë dhe besoja sot se ekipi, besoja te vetja dhe nuk doja të dorzoja. Kishte rivalitet? Shumë. Sì, ma agonistica, non c'è stata una rivalità cattiva. Nuk ishte një rivalitet me shumë me gjëra të që si mund të thohet, por një rivalitet normal sot, sportiv. Si ndjesh ti sot? Sono albanese perché corro per la nazionale albanese. Unë kur vesh këtë bluze sot, ndjehem shqiptar sot. Ndërsa fituesi i gjithë edicionit u shpall holandezi Niels Rimeyer, i cili u shpreh mjaft i emocionuar teksa Shqipërinë ka cilësuar një vend të bukur. Ky aktivitet solli në Shqipëri frymën e ciklizmit ndërkombëtar, duke promovuar sportin, garën dhe bukuritë e vendit përgjatë 5 ditëve intensive të kompeticionit.